Qyteti i Vlorës është alarmuar pasi në ambientet nëntoksore të një pallati përgjatë bulevardit Ismail Gjemali ka rënë zjarr. Flakët kanë përfshirë garazhin e pallatit, ndërsa tymi i dendur ka mbuluar hyrjen dhe ka vështirësuar ndërhyrjen e shpejtë për të parë nëse ka dëme materiale si makina të djegura apo sende të tjera të ndodhura në garazh. Në vend ngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat zjarfikse, të cilat janë duke punuar për të neutralizuar flakët dhe për të larguar tymin nga ambientet e brendshme, përfshirë dhe dyqanet në katin e parë të ndërtesës. Çfarë po ndodh në këtë garazh? Në këtë garazh shërbimi i zjarfikës mori njoftim për një situatë jashtëzakonisht e vështirë për një zjarr. Menjëherë forcat zjarfikse vënë nga dëshmi për ta vënë në kontroll. Me mjetet që kemi të sofistifikuara si aparate primarje, tubo presioni, aparate për nxjerrjen e tymit dhe çdo gjë që ka shërbimi i zjarfikës, u mundua që zjarri mos përhapet në gjitha ambientet e garazhit, por e lokalizuan vetëm në një automjet, i cili u doq pothuajse totalisht, për arsye sepse zjarri i kishte përfshirë të gjithë strukturën e këtij automjeti. U arrit që të shpëtohet ambientet e poshtme të bizneseve dhe çdo mjet që ishte brenda këtij garazhi. Ka rrezik në banesa, shef? Po këtu zjarret në këto ambiente janë shumë të vështira për t'i vënë në kontroll, sepse duan veprime të specializuara dhe të vështira, por për momentin ne që e kemi lokalizuar nuk ka asnjë rrezik për hapjen e zjarrit ndaj bizneseve apo edhe në ambientet e pallatit të banesave. Rreziku është eliminuar totalisht. Shkaqet e zjarrit nuk dihen ende, ndërsa policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për ndonjë defekt elektrik apo zjarr të qëllimshëm.